Hoxh I kam mbush thot 36 vjet dhe jam pa martu. Nuk po më ecin thot rastet për martesë. Çfarë më këshillon? Motër e nderuar, gjëja e parë që të këshilloj është lutja. Të këshilloj të ngrihesh në 1/3 e fundit të natës. Është kohë që shpresohet të pranohen lutjet. Dhe lutë Allahun e lartësuar, fali 2 rekat namaz dhe lutet të madhin sot, të ta lehtësoj martesën. Po ashtu të këshilloj që ti marrë shkaqet. Pra nëse të vjen dikush që ana fetare, pra të duket I rregullt, morali I tij të duket I rregullt, pra mundohu të shikosh për shtatshmërinë, për afro dhe mbështetju Allahut lartësuar. Këtë ta jap si këshill. Elu Zotin e gjithësisë që të ta lehtësoj dhe sa më shumë lutje.